Kush tradhtojnë më shumë, femrat apo meshkujt sipas teje? Allah goxha të shkuzica më. Apo meshkujt? Femrat. Pse femrat? Përshëndetje. Përshëndetje. Si je, e mirë? Mirë, faleminderit. Jemi vra emisioni 05, jam sot këtu për pyetjen. Kush tradhtojnë më shumë, femrat apo meshkujt? Allah i famnat ja ka nisë më shumë. Femrat. Po, Pse? pse speshea? Këtë shkojnë këtu vetë. Vet po tradhtojnë më shumë? Vetë rathojnë, famnat. Jo, hajt si del vet rrit qeti më stani. Jo, në smirna me të hes, po shien, këtë që këtu më shumë. Ku po bazohesh? Gjithë shka. Gjithçka. Ka raste kur edhe ti je ndjej tradhtuar prej tyre? Që në si mi të rathojmë, se smirna me atë sportish. Nuk mirësh me Ja, femra as pak. ja, hes. Je në lidhje i martum apo diçka? Unë e po i martu. Je martum. A do më thonë ti për këtë arsye nuk mirësh. Heq, veç e shona për telefona, shas beterojnë, vetë thirin, vetë shas beterojnë, kështu heq, kështu heq. Ja, a thirrin edhe ty? Po jam nani, jo bëj blok, zdi sa herë. Gruaja. Ska, s'kisha me bo. Apo më tregon çka e çon, qoftë një femër, qoftë një mashkull deri tek tradhtia sipas teje çdo herë. Që, po ato e kallëzojnë vetë vejtin që i trahtojnë një, po. Çka i çon, çka i shtyn deri te ajo pikë? Ku Se e, është një arsye po. ku e di mërë për shka ato vetë, mërë janë të lasdrume o vetë që është të shkuj. Janë të lasdrume. Por jashtë nuk ishtin gjitha në një thes? Që, po shas s'kave sot, Gjithçka. shas po kish. Ashtu, a ke një mesazh për tu edhe po të liraj? Jo, Çka kishe thonë? që mos mi bon këto sana, se për ja morrin ftyrën pikë spari për ballar dhe vetë, dhe gjithë kuj. Faleminderit shumë, përshëndes. Qa. Natën e mirë.